SPAK është organizatë kriminale. Se çfarë qëndrimi kam? Unë nuk e kam thënë si Belind, unë si Belind nuk jam shprehur në terma të tillë, por që brenda SPAK-ut ka prokuror të kapur nga politika, që brenda SPAK-ut ka prokuror të ndikuar nga mazhoranca, që brenda SPAK-ut ka prokuror që bëjnë lojën e mazhorancës dhe Edi Ramës, ky është fakt që nuk ka njeri që mund ta mohojë. Sepse ndryshe ne do të kishim sot para drejtësisë Erion Velin, Angela Gaçën, Edi Ramën për çështjen e incineratorit të Tiranës. Do të kishim Erion Velin për PSD-n. Nuk mundet të pretendojë dikush sot në Shqipëri që kanë mbledhur 5 drejtor kryesor të Bashkisë Tiranë, kanë hapur një kompani që quhet PSD, 5 drejtorët, kanë marrë 40 milionë euro tendera nga Bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt, kanë marrë 3 leje ndërtimi që vlen 90 milionë euro. 90 milionë euro ja ka firmos Erion Veliaj dhe Erion Veliaj nuk di gjë. Dhe këta janë njerëzit më të afërt të Erion Veliajt. Domethënë këto nuk e kapdi dot. Zoti Klliçi. Prandaj them që kur flasim për SPAK-un, duhet jemi racional. Aty ku ka bërë punë, patjetër t'i jepet kredit për punën që ka bërë, aty ku ka çeduar dhe nuk e ka bërë punën, pa diskutim, nuk duhet patur kompleksi që ne të kritikojmë SPAK-un, se në fund të ditës ju nuk dëgjoni nga unë as fyrje, as linçim për as kënd, por dëgjoni që të kërkohet apo të bëhet presion publik për të mirën e punës dhe të kërkohet drejtësi. Ore vendosni, nëse Belindi ka gënjur për incineratorin për PSD-n, të mbajon përgjegjësi. Po nëse unë pas kam drejt, kallëzimet që kanë të drejta, si ka mundësi nuk i shkohet në fund? Pyetja ime drejt për drejt, kur zoti Berisha tha që SPAK-u është organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, çfarë menduat në këto momente? Mendova që sigurisht për shkak të eksperiencës personale të zotit Berisha, ku është burgosur, është arrestuar lideri i opozitës në kundërshtim me kushtetutën, është mbajtur në arrest shtëpie 333 ditë pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë, vijon të ketë një proces qesharak ndaj tij të udhëhequr nga SPAK-u. Jo, a jeni dakord që të shkrihet SPAK-u? Vijon që një gjyqtare me 3 mbiemra e deportuar nga Greqia. Jam absolutisht dakord. Gjyqtare marr peng, të keq përdoret për një çështje politike ndaj kreut të opozitës. Sigurisht mendoj që njeriu ka edhe dimensionin e tij personal, edhe dimensionin e tij vetjak, edhe dimensionin e tij njerëzor dhe është në drejtën e tij tërësisht legjitime për të thënë ato që ndjen në çdo moment. Nga ana tjetër, e vërtetë është që zoti Berisha i është referuar SPAK-ut si një organizatë kriminale, por e vërtetë është që me javët në vijim, në deklaratat e fundit, jo. Zoti Berisha ka thënë që ne do ta reformojmë. Pa diskutim, bazuar edhe në opinionet e Komisionit të Venecias. 94-95 vota. Dhe ndaj plotësisht të njëjtin qëndrim me zotin Berisha për sa i përket reformimit të SPAK-ut, sepse ata s'ka bërë politika. Kjo është quajtur drejtësi e re, ka rezultuar që është një dështim deri tani. Një qytetar i zakonshëm shqiptar i duhet 10 deri në 15 vite. Ata që s'imagjinoheshin zoti Klliçi. Po, ata që nuk imagjinoheshin janë arrestuar mbasi kanë bërë miliona euro, kanë vjedhur buxhetin e shtetit, kanë vjedhur qytetarët. Po tu është vjedhur edhe e Shqipërisë dhe ata individ sot janë arrestuar për vepra qesharake, siç ndodhi dhe me Ilir Beqen, që u arrestua për fondet e Bashkimit Evropian që kishte çuar në restorantin e tij Gzona, që e dinte çdo njeri i madh dhe i vogël që është restoranti i Ilir Beqes, vetëm SPAK-u kujtua 4 vite me vonesë, nuk kishte njeri që nuk e dinte, dhe ndërkohë nuk është mbajtur përgjegjës për aferën e sterilizimit dhe të check-upit. Pra, për këtë po flasun. Nëse i shkohet deri në fund aferave, ti shkohet në fund për çdo njeri, më për Belindin parin, për çdo njeri, për babën tim nëse ka shkel ligjin në këtë vend, për çdo njeri. Po, hisi y qytetarëve nuk mund t'i hidhet. Me të vërtetë janë arrestuar, po pse Lefter Koka i ka bërë incineratorët? Çdo muaj ngarkohet Lefter Kokës nga një incinerator. Çdo vepër penale që ndodhi ngarkohet Lefter Kokës. Me të vërtetë Lefter Koka ka firmosur. Po pse më ka budalla që nuk e di që 17 vendime brenda ditës nuk i kalon dot Lefter Koka? Po Angela Gaçi pse nuk thritet? Është personi që ka marrë djeni edhe për procedurën e incineratorit Elbasanit, që ishte procedurë që nuk ekzistonte në ligj. Drejtori APP si çonte shkres për djeni Angela Gaçi, i thonte ore kjo procedurë, negociat pa shpallje, nuk ekziston në ligj në prokurimeve dhe ka kaluar në me vendim Këshillit të Ministrave, mbledhje qeverie. Përse nuk mbahet i para drejtësisë, pse nuk merret i përgjegjshëm Angela Gaçi për këtë rast? Pse nuk mban përgjegjësi? Përse nuk thritet Edi Rama për t'u pyetur që si ka mundsi një kryeministër i një republike, me drejtësinë parlamentare nuk funksionon kështu. Me që doli Belind Klliçi atje, jo, me që kanë dalë letrat, me që është vjedhur. Dakord, me që vjen dakord që incinerator nuk ka. Jo e vendos gjykata, as prokuroria madje se vendos atë. Deri para 3 vitesh,
nëpër mediat shqiptare 4 vitesh, nëpër mediat shqiptare, në televizione kombëtare, kemi parë dhe dokumentar se sa mirë funksiononte incineratori i Tiranës. Kemi parë dhe reklama sa i bukur ishte incineratori i Tiranës. Kemi parë dhe studimet e Universitetit Bujqësor se sa mirë po i bën mjedisit incineratori i Tiranës. Po ne dilim dhe thonim incinerator nuk ka, dhe këtu po viden parat. Tani 4 vite më pas, të gjitha këto që ne kemi thënë kanë rezultuar të vërteta. Tani unë nuk po të them që Spaku të reagoj pse po thot Belindi apo një zyrtar i Partisë Demokratike apo një opozitar. Spaku të reagoj për të treguar ku kanë vajtur parat e qytetarëve. Po si ka mundësi Belindi i vetëm me 2-3 vullnetar të Partisë Demokratike arrin dhe çon në SPAK mira faqe dokumenta, emailë, komunikime për inceneratorin. Gjejun prona dhe asete të presanomeve të inceneratorit Tiranë, çojun statement bankar në përbot, çojun të dhëna se ku i kanë pronata, ku i kanë asetet pronarët e inceneratorit Tiranës në letra, se e dim de facto pronar, e dim gjithë pronar faktik është Erion Velia dhe Edi Rama, ka thënë Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri për 10 vite, dhe këto nuk i gjen Spaku. Po si ka mundësi i gjej unë dhe nuk i gjen Spaku? Dhe kur e thot Arben Ahmetaj, në fakt është shumë i besueshëm. Unë pres ta thot gjykata. Një person që ka qëndruar në krah të djathtë të kryeministrit për 2 dekada. Jo, nuk e ndaj dot këtë engjëllim medial në këtë rast. Një person që ka qenë zëvendës kryeministër. Nuk e ndaj dot këtë zoti Kliç. Kur janë firmosur këto afera. Unë pres ta thot gjykata, po jo Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj. Një person që ka refuzuar me shkrim dhe ka lënë dhe gjurmë për inceneratorin e Tiranës, që nuk e ka financuar kur ishte ministër financash. Ju e fustit Arben Ahmetaj në një sport me zotin. Dhe vjoj ta fus më. Jo, patjetër që thati besuat. Jo. Po e besove, nuk e fus dot. Për këtë çështje ka të drejtë se ka lënë dhe gjurmë. Pra, më rezulton unë do doja shumë ta kapja Arben Ahmetajin të përfshirë në këtë aferë. Nuk e gjej dot. Në inceneratorin e Tiranës nuk e gjej dot. Ani keni interes sepse ai ka bërë një mea culpa me opozitën, po jo me publikisht shumë para se të bënte mea culpën. Nuk e gjej dot më Arben Ahmetajin sepse nuk ka firmë të tij. Përkundrazi, ka një firmë që e refuzon financimin. Dhe zëvendës kryeministri del dhe thot shiko, dhe Erion Velia që e ka firmosur e ka thënë deklaratën e fundit. E ka detyruar Edi Rama kryeministrit ta bëjë këtë gjë. Atëherë si ka mundësi nuk merret Spaku me këto deklarata? Si ka mundësi e gjen një gazetar Arben Ahmetaj një herë në 3 muaj për të marrë intervistë dhe nuk e gjen dot Spaku? Kjo si ka mundësi? Jo, kjo është pyetje me vend. Po si ka mundësi? Bën policia. Po si ka mundësi? Interpoli e bën policia, e bën gjithë bashkë. Policia. Po si ka mundësi? Nuk është po si ka mundësi pra kjo nuk ndodh? Jo, me Spaku, kjo s'lidhet me Spaku. Po si ka mundësi nxjerr unë adresën se ku rri Mirel Mërtiri në Vjen, ku drekon dhe ku darkon me grupin e strukturuar kriminal. Dhe nuk e bën shteti jonë shqiptar. Se bën Spaku këtë. Po e bën dhe Spaku. Jo, Spaku. E bën Spaku me lëshon. Spaku jep një. Lëshon urdhër ndërkombëtar, kërkimi e tjerë dhe nuk e gjen. Jo, ka urdhër, po këtë bën policia. E bëjnë, po të kemë vullnet e bëjnë. Jo, Spaku. Të gjithë e bëjnë. Nuk ka Spaku. E bën edhe Spaku. Po do të jemi në rregull me procedurat. E bën, edhe me procedurat e gjitha. Spaku funksionon. Shkon dhe arreston atë policin, atë zyrtarin e policisë. Zoti Qafoku, atë zyrtarin e policisë që nuk zbaton ligjin, shkon dhe arreston për mos zbatim ligji. E ky Spaku i ka të gjithë drejtat dhe atributet për ta bërë këtë gjë. Këtë po kërkojmë. Jo, problemi nuk po kërkon njëri të bëjë gjueti ndaj Spakut, po kërkojmë të bëjmë gjueti ndaj hajdutëve të buxhetit të shtetit. Okej, kush ka vjedh para, ti kam një pyetje. Zoti Kliçi, si u ndjet momentin kur pat Erion Velien që u arrestua? U lumturuat, u kënaqet? Jo, nuk lumturohen për askënd. Që shkon në burg. Ta them sinqerisht apo ta them. Ka qenë aksionist politik? Patjetër. Por në aspektin personal, kërkujt nuk i uroj burgun, sepse sigurisht burgu është diçka shumë e rëndë. Një bashkëmoshatari im i sot, Ervin Saliani, është në burg për një kallëzim të pakryer. Edhe është diçka shumë e rëndë. Dhe edhe nga njerëz që kam takuar, edhe nga shumë njerëz, sigurisht kjo nuk është një eksperiencë e lehtë. Në aspektin personal nuk ka pas asnjë lloj kënaqësie. Sa kanë hapur shampanjë aty në PD, ëh? Askush nuk ka hap shampanjë. Kanë hap shampanjë PS. Në Instagram. Jo. Se PS kanë hap shampanjë, se këtë se dim. Po patjetër PS. Kanë hapur, po patjetër. Kanë hap shampanjë nga zyra përballë Erion Velia që është ministri i infrastrukturës Belinda Balluku. Ka hapur shampanjë Belinda Balluku? Po sigurisht, nuk ka njeri që nuk e di. Jo, unë kisha parë të PD, se doli në Instagram. Ma trego. Ua, aman të më ndihmoj regjia. Regjia patjetër. Kush janë që ka pas një vajzë e re në stafin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ka shampanjë. Jo. Nuk e kam parë një herë dhe në Instagram. Mundet qofse më ndihmon regjia, okay. Shumë kurioz ta shoh, është era e parë që e dëgjoj. Po. Është e vërtetë që janë hedhur këngë valle, është kënduar para 313-s, para ambienteve të izolimit kur është shoqëruar Veliaj, po nga njerëz shoqërisë civile, jo nga njerëz Partisë Demokratike.
dhe është e vërtet që është trajtuar si asnjë rast tjetër ka patur fesë. Po, kjo është sa kjo është shoqëri civile. Por nuk ka patur PD-ja. Dhe duke thënë që Belinda Balluku ka hapur shishen e shampanjës dhe kanë kërcyer në Ministrinë e Infrastrukturës. Po fesë, këtë e din. Festa? Jo e din gjithë, si e din gjithë. Ku ka njëri që nuk i di këto, vetëm ju po i mësoni sot? Po pse vetëm Belinda Balluku, po pse pak se jeni duke thënë Edi Rama është lumturuar? Po Edi Rama ka 2 muaj që bën show, Edi Rama bëri sigur u kthy nga Shkodra, sigur nuk e dinte çfarë po ndodhte. E nuk e hapte telefonin, e din gjithë që këtu e merrte nuk e hapte Edi Rama. Po pse ka njëri që nuk i di këto? Pse vetëm unë po ja u them për herë të parë, nuk i dini ju këto? Jo, këto për herë të parë. Të show-n e Edi Ramës që e nisi gjasme duke i rënë Spagut, e nisi duke marrë mbrojtje, pastaj ta Spagut vazhdoi të bëj vetëm. Spagut vazhdoi të bëj punën e kushdo që ka shkelur ligjin etj. Po pse më ka njëri që nuk i di këto? Që Edi Rama ka dhënë dakursinë që ai shkoi brenda, këtë e di çdo njeri. Jo, kjo që ju keni thoni që Belinda Balluku ka hedhur valle, duhet vërtetuar, ë? Po patjetër mos ajo e ka dhe në traditë edhe në natyrë se ju edhe në hapjen e fushatës e pat që hidhin valle, kërcenin, se aq din të bëjnë sot tallavaj ofrojnë shqiptarëve dhe shfaqje bajate. Kanë 3 mandate dhe shfaqje bajate që vjedhin. Kanë 3 mandate shumë e vërtetë ajo që ju thoni që vjedhin, që marrin taksat e qytetarëve, që i bëjnë rrushe kumblla lekët e shqiptarëve, që hedhin valle me rip Hermes 1200 euro. Që se e patë edhe këtë, apo jo? Po si se patë, ishte live më? E pra, e vërtet është edhe kjo që po ju them. Se gjitha që po ju them janë vërtet. Po pse i votojnë? Që paguajnë 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Ore pse i votojnë mu? Ata janë me vot në pushtet. Për të bërë lavazh makine, janë me vot. 10.000 euro në muaj paguan. Po, ka dalë media, po. Po pra janë publike. Janë me vot në pushtet. Të gjitha këto, jo nuk janë me vot, janë me vot të vjedhur. Janë me votë vjedhur të faktuar 4 cipërish kjo që po ju them unë juve. Edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe në 2023, edhe më mbrapa. Të gjitha këto rezultate elektorale janë me votë të vjedhur. Po mos i lini ju. Pa program, pa asgjë. Po mos i lini ju. Po patjetër më është detyrë jona e para, por mos harroni se çfarë maskarade dhe çfarë turpi ka ndodhur në këtë vend. Edhe çfarë palo ambasadorësh ka patur ky vend. Që kanë dalë, kanë përshëndetur, pa dalë akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një politikan modern. Jo që më shkon, po më shkon shumë. I arsimuar i diplomuar në Amerikë. Pikërisht jam, po unë jam pa shkollë. Unë jam pa shkollë, si jam i diplomuar. Të gjithë ata që sulmojnë zoti Kliçi, do të bëj unë një sqarim. Ja, vetëm pak. Sulmet e mëdha zoti Kliçi ja bëjnë aty ku ai ka armën më të fortë në fakt, te diplomimi. Nuk ka profesoresh të Harry Fulc, që të mos i ketë vënë 10 të merituar Belind Kliçit, dhe universiteti që ai ka, që është diplomuar në Maryland në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është nga më të kuotuarit atje. Po nuk është kjo pika e dobët e Belind Kliçit, se unë as kisha ndërmend as të pyesja, po me që ndeze këtë. Jo, këtë e ke pikë të fortë, nuk ka, por pyetja ime është e para njëherë se më shkruajnë aty, ore, do e pyesësh për diplomën. Qa dun, pa tjetër. Ja pra, unë ja u thash pra. Tja u sjell të knaqen që ai ke aty në. Tja u vërë. Ai ke aty me vetë. Ço dikujt të ta, futën se kanë publike, futun Google Belind Kliçi kanë bërë publike, kam dalë me madje, kam bërë ftesë publike, ish rivalit tim atëherë. Kam nxjerr ftesat nga klasa e parë, se i kam ruajtur gjitha, deri në semestrin e fundit. Notat të universitetit. U thash profesoreshat dhe profesorët të universitetit, nga klasa e parë deri nga klasa e parë i kam bërë vetes. Zoti Kapedani më ka folur jashtëzakonisht mirë për nivelin tënd. Po, siç është vërtet se është drejtor, për fat vazhdon është akoma drejtor. Ndjeni ndime po, duhet jetë. Profesor, se unë kam mik vjetë. Por jo vetëm drejtori i shkollës, po janë gjithë mësuesit e mi. Po pra, e thash pra. Që nga fillorja e në gjimnas që e njohin se kush Belindin njohin në rrënjë dhe mba. Për të hedhur baj, për të linquar. Po jo, për çfarë ndodh? Po se s'kan kum kapin, s'kan, çfarë do thonë për Belindin? Çfarë kanë vjedhur? Kujt i kanë bërë dëm? Kujt i kanë futur durët në xhepun? Ke frikë që kur ti je në pushtet? Kë kam cënuar në jetën time. Ke frikë që kur ti je në pushtet mund të kthehet e gjitha kjo në dëmin tënd? Zero. Sepse nuk jam si këta. Jam lindur e rritur në një familje qytetare të Tiranës. Jam lindur e rritur në një familje normale. Që e lindur e rritur në qytetar gjë shumë e mirë, por nuk të bën kjo. Me shumë përgjegjësi. Prindrit e mi më kanë edukuar që fëmijë që pa diskutim duhet jem vlerë në shoqëri, duhet respektoj, duhet kem frikë ligjin. Unë jam njëri që kam frikë ligjin, zoti Qafoku. Nuk e sfidoj ligjin.
jemi shumë qartë dhe nuk kam një problem. Mbyll çështja atje për këtë diplomë që ishte dhe në Jo, vazhdojnë, nuk ndjenin time jo, imagjinoni, e ka bërë Dajet Beqiri, jo, vijon të jetë çështja e pambyllur ende. Po pse? Pres të shoh, nuk e di. S'kam informacion. Nuk e di, duhet të kem informacion, duhet ta shoh. Po se ju thirrën dhe ju. Unë jam një njerëz që e kam frikë ligjin dhe nuk kam frikë t'ja u them këtë. Kjo duhet jetë madje vlerë që një qytetar, një politikan duhet ketë frikë nga ligji. Jam një njerëz që në jetën time mund të kem vetëm një gjop parkimi. Nuk kam asnjë shkelje. Asnjë shkelje tjetër. Sa gjoba parkimi ke? Kjo ka qenë arsyeja që dhe ambasador të diskredituar nuk më kanë bërë dot presion kur na tregoi Bari, kur na tregoi që nuk duhet mbështesnim kë donim ne në Partinë Demokratike, kur na tregoi që ishim naiv edhe ishim të vegjël edhe nuk kuptonim ne nga politika dhe kuptonin këta palo ambasador, që ta dish kët, këta palo ambasador. Do Yuri Kimi është palo ambasadore? Dhe që të vazhdoj në logjikën që po ju thoja, Belindi nuk do të jetë kurrë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë si këta që keni parë. Unë për veten time do të hy me faqe të bardhë nëse vjen një ditë në qeverisje, do të jem pjesë e qeverisjes dhe do dal me faqe të bardhë. Do eci në këmbë siç eci nëpër rrugët e Tiranës, do dal i pashoqëruar nga bodyguard, i pashoqëruar nga roje se nuk kam nevojë, sepse jam njeri i lirë dhe dua të mbetem njeri i lirë. Kjo është arsyeja se pse un kam udhëhequr gjithë këtë betejë kundër korrupsionit, me denoncime konkrete, sepse nuk kam ndërmend kurrë të bëj asgjë të përbashkët me çfarë kanë bërë këta njerëz që janë sot në pushtet. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë një qasje që duhet të ketë çdo politikan. Ja, okay, se the 7 përgjigje për 7 pyetje që unë një pyetje bëra. Po me që kishim 4 vite pa u parë dhe ka shumë kuriozitet. Tani, ke bërë, se unë do kthem prapë te kjo me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ke bërë një deklaratë një ditë Berlin që më çudite. Po. Erdhi Kris Lacivitas, po, dhe ju thatë që Erio Melia në arresoi Edi Rama sepse donte të sfumonte lajmin. Po, donte të sfumonte lajmin. Sot të vjen për të qeshur apo të kafshosh buzën? Po shiko, arrestimi i Erio Meliajt ka ndodhur 2 orë pasi Krisi ka nënshkruar publikisht marrëveshjen me Partinë Demokratike. Po mos ishte live. Dhe ka qenë live. Ishte live në të gjitha mediat. Patjetër. Dhe e gjithë vëmendja e publikut u zhvendos, u hoq nga ai lajm që ishte krye lajm, u zhvendos ke arresti i kryebashkiakut, mediat kombëtare dhe mediat e kontrolluara nga majoranca. Lacivitas edhe ta. Nuk po them Altin Dumanin. Po se ai firmos. Policidato dhe ai? Nuk firmos Altin Dumani, nuk firmos Policidato, ekzekutimin e bën policia e shtetit e bën tjerë. Jo, ata firmosin urdhër arrestin e marrin gjykatë pastaj e kalojnë te policia. Që të jemi të qartë. Ajo çka ka ndodhur atë ditë sigurisht sfumoi, e lanë hije kryelajmin që strategu i fushatës më të madhe në historinë politike botërore, i rikthimit më të pamundshëm presidentit Trump në detyrë, nënshkroi me Partinë Demokratike. Pra zgjodhi në të gjithë forcat politike në botë që garojnë, pas zgjedhjeve dhe pas marrjes pushtetit nga Trumpi në Amerikë, zgjodhi të vijë të bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Për mua, ky ishte kryelajm për Shqipërinë edhe më gjerë. Atë ditë. Duke qenë se ndodhi kjo gjë, reagimi im i parë ka qenë ai. Sikundër, edhe më pas kam patur reagimet të tjera, tejet korrekte, duke analizuar edhe dosjen, duke analizuar edhe fashikujt, duke vënë pikat mbi i edhe për çfarë ka ndodhur në vijim. Që Krisi e ka nxjerr nga trut Edi Ramën, këtë nuk ka shqiptar që nuk e di se Rama ka filluar me bufe, me kënete, me xhapike, me gjarprinje, me gjitha. I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? I kanë gjitur? Kujt i kanë gjitur? Në opinion. Ja do ta shihni. Prisni edhe pak. Si do shohim? Edhe 2-3. Tani, zoti Kliçi, unë njoh shumë mirë dhe nuk keni komplekse ju se një amerikan, qoftë edhe Christopher La Civita bashk strateg, jo strategu, po bashk, se ishin 2. Kanë qenë 2 udhëheqës. Një zonjë që Suzy Wiles, që sot është shefja e kabinetit. Shefja e kabinetit dhe ai kanë ardhur, nuk është ti nuk je nga ata që kompleksohet se edhe një amerikan këtu. Tani, jo, përkundrazi. Në qoftë se Partia Demokratike do të kishte gjitha gjërat në rregull, po. I shtohen dhe La Civitas, po. Po tani që La Civitas na bëhet ai që do bëj Partia Demokratike që të fitoj? Ju nga unë, këtë që erdhi ai dhe Partia Demokratike do fitoj. Gjithë Partia Demokratike, La Civitas foli 30 sekonda, do fitoj PD-ja zgjedhje. A ke Belindin në studio apo ke gjithë Partinë Demokratike në studio? Ke Belindin. Për çfarë kam deklaruar unë? Flas në emër të Partisë Demokratike. Patjetër. Po për çfarë kam deklaruar unë, i dal zot unë. Patjetër që ardhja e Krisit është një lajm shumë i mirë për Partinë Demokratike
po mbi gjitha dhe për shqiptarët. Full stop. Opozita shqiptare është linçuar, është goditur, është baltosur, 4 vite me radhë si anti-amerikane. Dhe personi që ka udhëhequr fushatën elektorale të presidentin në detyrë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen bashkëpunon zyrtarisht me këtë forcë politike dhe thot person privat. Edhe të kundërtën, patjetër privat është. Dhe thot dhe tjetrën që asnjë ushtar apo kukull e Sorosit nuk mund të jetë partner i besuar i qeverisë amerikane, se kjo është deklarata që e ka çmendur Edi Ramën. Se për fat mirë Edi Rama e di që tash e kanë marrë vesh, e kanë marrë vesh. Edi Rama çmendet shumë Belin. Ti që çmendet Edi Rama kishte ikur, nuk qëndoi 12 vjet. Nuk qëndoi 12 vjet Belin në pushtet. Edi Rama ka lindur dhe për fatin ton të keq si komb, kemi një çmendur sot në krye që vijon të çmendet dita ditës. Ai mund të rregullu pak me kalimin e viteve. Mirë, bie. I çmendur ka qenë. Populli shqiptar që voton si bie. Voton një çmendur, po ata që kanë. Populli shqiptar voton një të çmendur në rastin e Edi Ramës. Nuk voton populli kurrë një të çmendur. Në rastin e Edi Ramës po kanë bërë një përjashtim. Tashi të mbetemi ke thelbi. Thelbi është ky, që kur ka ardhur zoti Lasivita, ka një rritje të frymës opozitare. Se të shtunë erdhi, se ku ka ardhur ai, s'ka ardhur fare. Ka ardhur në 10 shkurt. Erdhi një herë, bërë një taj iku. Kur ka ardhur në 10 shkurt, kur ka nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen e bashkëpunimit me Partinë Demokratike, kur ka deklaruar në mes Tiranës që kukullat e Sorosit nuk mund të jenë partner të besueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është person privat, ma i përfaqëson qeverinë. Po pse u mërzitën këta kur është person privat ai? Kush u mërzitën? Këta më ky më që ka filluar me epitete që merret me Edi Ramës thosh çdo gjëra, po pikërisht këtu e ka ardhur, po që nuk mëzitet fare, Po e di unë, e di ai mirë sa i qetë është. Edhe me dhe ai dhe Lasivitas nuk e bën Belind Klliçin të kompleksuar që t'japi fitore. Edhe me përgjimet e Deas, edhe me përgjimet që ka Edi Rama me trafikant droge dhe drejtues kartelesh në Aruba. Jeni duke thënë që edhe me rastin e drejtësia amerikane po heton kryeministin. Edhe në rastin e mikut të tij të ngushtë Charles McGonigal, që ky e ka korruptuar dhe i ka dhënë $225,000. Ne nuk kemi që është kthyer dot. $225,000 për të sulmuar opozitën shqiptare. S'është nevoja ti përsërisim, po. Kështu që Edi Rama i ka mirë shumë punët na. Po s'ka në hetim për Edi Rama, nuk ka hetim. Po do t'i shihni të gjitha më Kur? Pa merak, nuk ka. Po se ju thoni do ndodhë po 11 maj erdhi. Po le të vi më 11 maj, gjitha do vinë para. Edi Rama do t'ik nga politika shqiptare si askush më përpara. Edi Rama do t'iki ashtu siç e meriton, i damkosur, i turpëruar, zoti Klliçi, 12 vjet ka ai, është rekordmen. Dhe para ligjit si askush më parë në historinë e politikës shqiptare. Ja këtë ta garantoj unë, mbajeni shënim sot, sa është data sot, e sa është ora, mbajeni shënim. Ora 9:54.